Me Demek ky vend I këtu që nga I famshëm. Me Demek. Tani ta provoj. Radha këtu. Për çmimet nuk mund të themi që ishin shumë të lira, se jam keshat e mia këto. Flisni. Çmimet, më një pjatë makarona 19 euro. S'është lirë. Pak është. Kjo si është pak. Thua? Unë harrova t'ja kapja një video çmimeve, do të them aty të më japi. Vajzat thonë që është pak. Nëse për Firenze thonë pak është, se ne jemi në Firenze. Po që ne jemi 4 veta dhe prapë do ju lë fakturën, sa do na shkoj. Tani se po më thoni nuk është rënd, një brusket 8 euro. Kjo ishte 8 euro, 9 euro, sa ishte kjo brusket? Kjo, brusketa 8 euro. Këto patatet sa ishin, këto jam me tartuf, sa ishin? I mbar më njëri. Ky është karçofi skuqur. Kjo është patate me tartuf, jo ndonjë wow patate. Patate skuqura me tartuf. Nëse se ne jemi dhe shumë të uritura dhe në çdo gjë na duket shumë. Të provojmë një çik të bruskete maramundse me tartufe dhe me domate. Po. Po dhe 8 euro për këtë. Karçofi. I mirë është këtë. Po këtë karçofi ishte shumë I mirë. Si jam vjen, është super I madh, shumë I bukur. Na mënuan shumë të drejtë, se tani një brusket bësh, dhe s'bën një gjë të madhe. Tani presim pjatat kryesore. 20 orë më vonë, akoma nuk na I kanë sjell. Këto janë gnocchit me parmigiano, tartufe dhe gorgonzola. Këto janë carbonara me tartuf. Ja, për këto pritëm 7 vjet. Këtyre kjo carbonara nuk se u pëlqeu shumë. Të mira, okay. Mua këto gnocchit me tartuf më pëlqejnë shumë. Të japim një review të tëra, çfarë note jep? 4. Po ti? 5. 3. Edhe unë do t'i jap një 5, se më pëlqyen këto gnocchit. Ishin gjë më mirë nga tëra gjëra që porositëm. Ndërsa këto të tjera kjo, ka pëlqyer asgjë tjetër. Okej, dhe carbonarat ishin të mira, jo në një nivel wow, po të mira ishin. Ti qa mendon për raviolit? Nuk të pëlqen? Tani për çmimet që ka dhe për shërbimin që ofrojnë, cilësinë që ofrojnë, për mua personalisht nuk ja vlen. Se është çike dhe ai hype I TikTokut, ne u futëm e pam në TikTok, kishte shumë hype në TikTok, dhe tham, okay, hajde ta provojmë. Qa është hype, thot? Kur bet virale. Do thonë, ua që të shkeme të ti do bësh me moj të vdesën për ty. Restoranti quhet Zaza, e tregova dhe në fillim të videos, për mua mos e provoni. Kjo është edhe fatura për 4 persona. Këto janë dhe disa nga çmimet. I ka